LDK-ja fajtore nëse i plotson të gjitha çato kritere që ky person edhe nuk pranohet. Se duhet vendosja një agjet një emën LDK-s. A për ty më rëndësi është kush e propozon, a kush është president? Jo. Ta propozon një. A do ke ty fajtore vendosja. Nëse del qitash një LDK-ja, e thot disa rimeri për president. Çfarë më merr ty afra, në vendosja? Unë nuk e di. Ai nuk e di, jo. Çato kritere që i plotson ky tjetri. Nëse ti del, ja gjen një individ që ka qenë në parti, edhe në një familje, nuk është mo, atëherë çka do kjo? Mos ta pranojmë për s'ka lidhje, apo tu më shkoj zgjedhje. Apo shkojnë në zgjedhje, hajde po shkojnë në zgjedhje. Të mos asona si po zgjedhje. Po na veshimi të bisedu. I do Logjika ju gjeni të përmendur. Ti po thua me dal dikan që ka qenë, më Shpenda Metin për shkak. Shpenda Metin se po se visar Ymeri. Ne propozuam të kemi do çek ta. Ai para në vendosja. Fare s'është analizë. Ç'është analizë? Ç'është analizë? Po ty ku do të analizë? Tash jeni të bëj gore. Tash ju jeni të bëj gore. Ti të bëj gore. Ju jeni të bëj gore. Se po bëj ka vendosja me nxjerr emrin e fatopisë. Kush do të bëj gore? Unë nuk thash që për nxjerr. Unë e bën analizën. Analiza të jemja. Unë thash, nuk ka asnjë logjikë. LDK-ja më propozon një njeri që se ka planu, me kandidatur për kryetar që se ka planuar që ndori kryesisht, që pas ka mundësi të propozoj për president. Shumë gabim e ki. Ti gabim. Pse s'po fol? Se nuk po fol për kriteret, kush i plotson kriteret, edhe çfarë kandidati mund të jetë. Cilat kritere ka fol? Për çfarë kritere të fol? Cilat kritere? Ka erdhur ato kritere për Hona apo Morsit? Kriteret i kushtetutë. Kushtetuta është ABC-ja e një shteti demokratik. Aty ke kriteret. Nuk ka asnjë njeri në asnjë parti politike që nuk i plotson ato kritere. E po flasim nga për kritera, kriteret janë në racion me çu dali në zgjedhje, me thonë që jo ky si plotson, jo ky plotson. Do të vendosë Albin Kurti, kush tjetër? Kërkush ka të qimë çuar. Me gjithë president, me bë president. Po çysh bre, e para e punës. Edhe nëse ka me pas një president që s'ka me pas hiç, unë e besoj këto. Ai ka me qenë antikonstitutus, sepse na dhe marrë që 3 javë deri kemi shkel kushtetutën, ai do kurti që 3 javë deri. O aty është kushtetutën. Edhe çka i vën ti? Ja dali një president antikonstitutus. Opozitore që po dalin proteste kundërthënëse. Kushtetutën Albin Kurti prej datës 7 gusht apo se ka shkel? Sipas teje. Sipas meje ka shkel. Ai ka shkel se ka shkel. A i beson ti institucioneve të Kosovës? O, marr ty po të pesë institucione. Unë i besoj gjykatës kushtetuese. E lexoj vendimin e gjykatës kushtetuese çka thotë. Pse? Çka thotë? Ani mirë.